do kishim probleme të cilat ka probleme që nuk sqarohen, nuk janë për publikun. Unë ju garantoj se do kishim sabotime edhe në Gostivar edhe në Vrapçisht, po kjo që na ndodhi neve, Aleancë për Shqiptarët me Blenin, tash është duke u ndodhur Bilal Kasamit. Do ta shifni. Zoti Travari përmendet që edhe Besës mund të ndodhë ajo që i ndodhi Aleancës për Shqiptarët. Po thoni që Besa mund të del nga Vleni? Unë një send ju them, ne 15 maj unë dash dorëheqje prej ministrit shëndetësisë, apo? Vitin e kaluar. Dhe kishte fushat jashtëzakonshme, fushat si kur më parë, i ndihmuar edhe prej shërbimeve shtetërore që të njolloset figura e Arben Taravarit. Ishte fushat e jashtëzakonshme, edhe deri diku ja arrit. E ende ke njerëz që dyshojnë në ndershmërinë dhe sinqeritetin që e kanë pas në politikë. Edhe atë njerëz të cilët i njoh shumë mirë. Çfarë bën ato? Mbas ju largova unë prej Vlenit, tanë ky ishte pengesa kryesore për të bashkuar Vleni. Apo? A ishte ashtu? Ky është Arben Taravari, ka qenë arsyeja pse s'jemi bashku. Edhe e formun një këshill. E formun një këshill prej 3 antar prej çdo partie. E çfarë e bën atë këshillin? Tanë kjo është kryesia e përkohshme dhe shumë shpejt ne bëhemi një parti. Kjo ka ndodhur diku në fundi majit. Do të thënë Arbeni është 0, nuk qenë ka 0, 107.000 pa ministra, tash me 6 ministra e 200 drejtor, 91.000. Nuk qenë ka 0 Arbeni. Thanë, ne tash me njëre zgjedhim nuk e kemi problem, ku është bashkimi i Vlenit? Kalun 8 muaj, 9 muaj, ku janë? Ku janë? Tani po mendoni pse nuk po arrin të bëhen Une edhe Mickovskit, edhe Albin Kurtit, edhe Vlenit, edhe krejt ju kam thënë. Ky është projekt kështu si funksionon me short, kush bëhet drejtor. Ky është projekt i paqëndrueshëm. Nuk qëndron kjo. Ja, mund të jem gabim, mund të nesër ndodhe që të bashkohen edhe të bëhen një parti. Unë e them është projekt i paqëndrueshëm. Atje është kush kujt janë ngul thikën mbas shpinën. Kështu funksionon. Unë s'mund të funksionoj ashtu. Unë s'mundesha të funksionoj dhe unë u largova. Kur u larguat, thatë që po e braktishi Vlenin për shkak të listave të cilët i duat të janë të posaçme. Ajo ishte... Më pas i patët të bashkë me atë i nuk është ashtu. Se deputeti... Ky ka qenë pretekstin të cilët e keni thonë ju vetë në preskonferencë. Ja, unë e them publikisht,